Në GJKK nis gjykimi për ish-kryebashkiakun e Shkodrës Bar Spahia i akuzuar për pengim të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore. Spahia ishte i pranishëm në seancën paraprake të gjykatës së posaçme ku u vendos kalimi i dosjes për gjykim. Gjatë seancës, Spahia refuzoi gjykimin e shkurtuar dhe kërkoi gjykim normal duke theksuar se akuza ndaj tij është një padije e përgatitur në zyrat e Partisë Socialiste me qëllim përdorimin e tij në fushatën elektorale. Në një prononcim për gazetarët, Spahia akuzoi socialistët se përdorni një person të dënuar për vjedhje dhe korrupsion për të ngritur padi ndaj tij, duke e përdorur atë si një mjet politik. Kërkova gjykimin normal, pikrisht i bindur se kjo është një padi e përgatitur e organizuar në zyrat e Partisë Socialiste, jo vetëm të Shkodrës, por edhe të Tiranës, të cilët përdorin një person të dënuar për vjedhje dhe korrupsion. Akuza është qesharake, është absurde, nuk bëhet fjalë as për korrupsion, as për përfshirje në krim të organizuar apo aferat të tjera. Akuza dhe padia është ngritur mbi baza dhe porosi politike, të cilat ju siguroj që do të marrin përgjigjen e duhur me 11 maj. Spahia është marrë zyrtarisht i pandehuar nga SPAK pasi akuzohet për shpërdorim detyre. Ai u kallëzua në SPAK në vitin 2022 nga Marko Molla, ish drejtuesi i ujësillës kanalizimeve në Shkodër për shkarkim nga detyra në shkelje të ligjit dhe emërimit në vend të tij të një anëtari të FRPD-s. Bar Spahia mori detyrën e Krejut Bashkisë Shkodër pas fitores në zgjedhjet e pjesëme të 6 marsit 2022 me Partinë Demokratike. Mandati i tij përfundoi në vitin 2023 ku u zhvilluan zgjedhjet e radhës për kryetar bashkie.